Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat që konsumojnë kos urgjent duhet ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Kosi është një opsion i preferuar dhe një kosisht i shëndetshëm për mëngjes ose meze të lehtë, është i pasur me probiotik, kalcium, zink dhe vitamina të grupit B. Megjithatë, ndërsa është i dobishëm për shumicën e njerëzve, mundet që të shkaktojë probleme për disa, veçanërisht për ata të cilët janë intolerant ndaj laktozës. Cili kos është më i shëndetshëm? Rekomandohet pikërisht kosi natyral pasi është i pasur me proteina që ofron një ndjesi ngopje më të gjatë. Megjithatë, duhet të keni kujdes nga sheqerna të shtuar, veçanërisht me kosin me aromë. Kosat me pak yndyrë shpesh kanë më shumë sheqer të shtuar dhe çdo gjë tjetër mbi 6 gram mund të tregojë sheqer të shtuar. Kelly, dietologja, këshillon që marrja totale e sheqerit në kos nuk duhet të kalojë 10 gram. A mund të hani të gjithë kos çdo ditë? Disa njerëzve u pëlqen konsumi i përditshëm i kosit, ndërsa të tjerëve jo, veçanërisht nëse kanë stomak të ndjeshëm ose probleme me tretjen. Është e rëndësishme që t'i kushtoni vëmendje mënyrës se si ju ndiheni pasi të keni ngrënë kos, në qoftë se jeni plot energji dhe nuk keni probleme me tretjen. Kjo është një shenjë e mirë. Në qoftë se ndiheni të lodhur, të fryrë me kapsllok ose keni diarre, mund të mos ju pëlqejnë produktet e qumshtit ose të konsumoni shumë sheqer. Këto janë gjërat që ndodhin në qoftë se ju do të konsumoni kos çdo ditë. Kosi ju mban juve të ngopur për më gjatë dhe mund të ndihmojë në rregullimin e peshës tuaj, veçanërisht nëse e konsumoni si një pjesë të një diete të ekuilibruar. Përmirëson shëndetin e zorrëve. Kosi është i pasur me probiotik, të cilët nxisin florën e shëndetshme të zorrëve dhe tretje më të mirë. Megjithatë, tek njerëzit me rritje të tepërt bakteriale të zorrës së hollë mundet që të përkeqësojë simptomat. Hani më shumë proteina. Kosat, si për shembull ata natyralët, janë më të trashë dhe janë ideal pasi përmbajnë më shumë proteina dhe njëkohësisht më pak karbohidrate. Sipas ekspertëve, ju duhet të keni parasysh se kosi ka një efekt pozitiv në shëndetin tuaj, duke ofruar përfitime të jashtëzakonshme për shëndetin, dhe kosat me bazë bimore kanë tendencën që të kenë më pak proteina. Mirëpo, sa kos është tepër? Konsumimi i kosit çdo ditë nuk është problem, por keni kujdes nga sheqerna të shtuara. Shumica e njerëzve konsumojnë deri në 3 fishin e sasisë rekomanduar ditore të sheqerit, gjë që kontribon në inflamacion dhe në sëmundje kronike, si për shembull sëmundje të zemrës dhe diabet. Sipas ekspertëve, për kosin fshihen disa arsye tepër të rëndësishme se pse ai duhet konsumuar çdo ditë. Kosi është një produkt i mrekullueshëm për të konsumuar si nga të rriturit ashtu edhe nga fëmijët. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur me proteina, kalcium, vitaminë B6, B12 dhe probiotik. Ne këtu do të listojmë disa prej arsyeve kryesore se pse ju duhet që të hani kos çdo ditë. I bën mirë stomakut. Kulturat e gjalla tek kosi janë efikase kundër konstipacionit, diarres, inflamacionit të zorrëve, sëmundjes së zorrës së trashë e të tjerë. Këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe mbrojnë nga stomaku dhe infeksionet. Osteoporoza, brishtësia e kockave, vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminave D dhe kalciumit. Kosi gjithashtu është i pasur edhe me kalcium dhe konsumimi i rregullt i tij përmirëson edhe strukturën e kockave. Tensioni i gjakut.
Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë që të rregullojnë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë, rreziku i tensionit të lartë të gjakut bie me 50%. Pesha ideale. Kosi është ideal edhe për të kufizuar njëkohësisht kaloritë. Ai shuan urinë, nepsin dhe gjithashtu ule dhe prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt. Skuqet e lëkurës tek bebet. Ky ushqim është ideal për lëkurën e ndjeshme të bebeve. Atë ju mund ta përdorni për të trajtuar skuqet në lëkurë të shkaktuara nga pelenat. Vitaminat. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitaminë B5 dhe B12. Kjo e fundit është një vitaminë shumë e rëndësishme për ruazat e kuqe të gjakut dhe për sistemin tuaj nervor. Nga ana tjetër, duhet të dini se kosi e mbron sistemin tuaj imunitar edhe nga e ftohura. Kur imuniteti është i fortë, ai do të mposhtë viruset ose bakteret. Konsumoni 150 deri në 200 gram kos në ditë për të shpëtuar simptomave të ftohurës, gripit dhe problemeve me fytyn. Ky produkt përgjysmon gjithashtu shanset e shfaqjes të këtyre sëmundjeve. Shëndeti i lëkurës. Kosi është një nga kurat më të mira për femrat. Ai përmirëson gjithashtu lëkurën, shtrëngon poret dhe i jep lëkurës tuaj elasticitet dhe njëkohësisht shkëlqim. Kosi është i dobishëm kundër simptomave të plakjes. Shëndeti i flokëve. Kosi gjithashtu është i dobishëm edhe kundër flokëve të hollë dhe të thatë. Nga ana tjetër, ai forcon çdo qime të flokut dhe pastron skalpin tuaj nga zbokthi. Sigurisht që kosi duhet të jetë ai që përgatitet në shtëpi dhe jo i përpunuar. Kos për një zorë të shëndetshme. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka për të cilën ju mendoni shpesh, por ai është thelbësor për të mbajtur një mënyrë jetese përgjithsisht të shëndetshme. Zorrët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe thithjen e lëndëve ushqyese. Ndaj është thelbësore që ajo të funksionojë siç duhet. Një gjë që mundet të ndihmojë në këtë proces është pikërisht kosi. Kocka më të forta. Gjithmonë gjyshet ju thoshin që të pini qumësht për kockat tuaja dhe me sa duket këtu ka një të vërtetë. Qumshtit e kosi përmbajnë kalcium i cili do të forcojë kockat tuaja dhe mund të ndërtojë kocka më të forta. Kos për një humor më të mirë. Në një rast të stresit të punës dhe çdo gjë tjetër që mund t'ju mërzisë, humori juaj është i lehtë të bjerë her pas here. Ka shumë mënyra klasike për të përmirësuar humorin tuaj, ushtrime dhe gjumi më i mirë, por edhe ngrënia e kosit janë përforcues të mrekullueshëm të humorit. Sistemi imunitar më i fortë. Në ditët e sotme është më e rëndësishme se kur të kemi një sistem imunitar të shëndetshëm edhe për të luftuar sëmundjet dhe infeksionet. Një nga mënyrat për të forcuar sistemin imunitar është që të konsumoni probiotik, të cilët gjenden në kos. Duke ngrënë kos çdo ditë, ju ushqeni traktin tuaj gastrointestinal me baktere të shëndetshme. Këto baktere të shëndetshme parandalojnë bizotërimin e atyre të këqija, gjë e cila çon në përmirësimin e shëndetit të zorrëve dhe të sistemit imunitar. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!